Italia synon të tërheqë mbi 310.000 pensionistë që sot marrin pension jashtë vendit me pagesa që arrin në rreth 1.6 miliard euro në vit. Qëllimi i Romës është i qartë, të rigjallërojë zonat e brendshme që po shpopullohen. Me një taks të shesh për vetëm 4%, Roma synon të bindë mira pensionistë italianë të braktisin vendet ku janë vendosur për të rikthyer në bashki të vogla italiane që po zbrazen nga popullsia. Por ajo që për Italinë është një strategji zhvillimi, për vende si Shqipëria mund të kthehet në një humbje të ndjeshme ekonomike. Prej vitesh Shqipëria është ndërruar në një nga destinacionet e preferuara për pensionistët italianë fal kostos së ulët të jetesës, klimës, afërsisë gjeografike dhe shpenzimeve të përballueshme për shëndetësi dhe shërbime. Këta rezidentë nuk janë turistë sezonal, ata sjellin të ardhurat të qëndrueshme mujore, paguajnë qira, konsumojnë çdo ditë dhe injektojnë valutë në ekonominë lokale. Me planin e ri italian, një pjesë e këtij fluksi rrezikon të kthehet mbrapsht. Largimi i pensionistëve do të thotë më pak konsum gjatë gjithë vitit, më pak kërkesë për shërbime dhe një goditje të heshtur për zonat urbane dhe bregdetare që janë përshtatur vitet e fundit me këtë kategori banorësh të huaj. Në Shqipëri rezulton se janë rreth 3.000 pensionistë italianë të cilët tërheqin mbi 130 milion euro në vit, para që shpenzohen kryesisht për blerje ose qira banesash në supermarkete dhe restorante shqiptare, si dhe për makina, telefona dhe mallra të ndryshme.